Edhe Allahu jo vetëm që dëshmon, por i qon salavat Allah. Ajo pllaka e altanit edhe arit dhe diamantit në të cilën është shkruar kush i qon salavat Muhammed a.s. E dini kush janë? Allahu, melekët edhe te mund të jeshën i tre. A më nëse dinë, ajet e ka ajet, antarsohu në lobin më të lartë të qiellit, mos u antarsohu në këto gjërat këtë kësaj dynjaje. Pse? Në Kur'an çfarë thot? Inna Allahe wa melaiketehu, inna Allahe, Allahu dhe melekët e tij, yusalluna alen nebi, i qojnë salavat dhe bekime janë këto, bekime. E bekojnë, ma i bekuar nuk ka, i thëtë Allah, o Muhammed se ti, ndija. Yusalluna alen nebi, nebijut, nuk i thëtë Muhammedit, për respekt. Yusalluna alen nebi, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Allahu komunikon me ato që kanë besuar, nuk komunikon me munafikët, komunikon Zoti me ato. Se Allahu kur e bën lanet, dikë, s'komunikon me ato. Ros që jep ai, mos vdesni për bukë, që Allahu ka premtuar që nuk vdesni për bukë askush. Edhe Allahu thot, a don ti të jesh në këtë listën e artë të qiellit dhe të tokës? Shkruaj emrin tënd, çoj salavat, o ju që keni besuar. Ja ju alladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Çoni bekime atij dhe çoni përshëndetje, salavate dhe selame. وسلموا تسليما صلوا عليه çoni salavat وسلموا تسليما edhe çoni edhe selam السلام عليك ya Resulallah çoj salavat çoj prej gusivari. Allahu ka caktuar një melek të vari pejgamberit që është apostafat dhe special që ja përcjell selamet. Ja Resulallah prej Muhammedit, ja Resulallah prej Jusufit, prej Zekerijes, prej Hasanit, prej i shkojnë. Ki melek që ndronë të vari vetëm për që që salavatet, vini? Edhe, kjo e bukura. Ai që i qonë salavat, se Allahu dëgjon, ashtu, shef, nuk i hiken as një zën i joni, nuk i hiken Zotit. Thot, ai që i qonë salavat për nga merit, men salla aleje, ka hadith për nga merit, men salla aleje, kush më qonë mu një salavat, sallallahu aleyhi ashra, Allahu ati i qonë 10 salavat, 10 bekim. Islami është i këndshëm, a më du të jetosh me Islami, interesant. Islami është i këndshëm.